Mirëkthyer dëgjues dashur të Radio Dugaxhinit. Të pranishëm e kam një prej sportistëve më elitar në sportin e Kosovës. Por tha më elitar, është kampion i 16 herë i Kosovës, plot 16 vite rën, me qenë kampion i Kosovës është diçka shumë e madhe. Kështu që me mua i pranishëm në studio është Elhami Shabani. Elhami, mirë se erdhe. Si gjeta, faleminderit tes. Vetë që ose mundesh me më dëgjuesit, po. S'ka problem. Dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Okej. Elhami, mirë se erdhe edhe njerë, edhe po të mundohen tek diçka. Sot ishim fakt një garë që more pjesë, po jo në eziksimin sportive, sepse tashme e ke përfunduar si karrierë, por si trajner mbar kombëtare. Ishim plot 500 nga Rusë, më trego para shumë si shkoj. Po, domthon kjo gara është zakonisht marrë edhe për festën e 28 nëntorit, ku i mbledh gjithë garuz nga gjitha trevat shqiptare edhe diaspora. Domthon është kampionati mbar kombëtar, është njëri prej kampionateve domthon më të forta, më të rëndësishme në nivel vendi, ku marrin pjesë Kosova, Shqipnia, Maqedonia, Malizi, ka pas klube nga Presheva, nga diaspora, nga gjitha, domthon gjitha trojtë shqiptare i mbledh kampionat evropian, kampionat mbar kombëtar. Gara këtë u zhvillu shumë mirë, pjesën e fundit dhe që e lash të u zhvillu ande, edhe erdha këtu të ju në emision. Kështë i shkon në sportës tu që i ushtron? Unë bez zakonisht nuk kam qef me pas shumë garus, po qato që e qaj dhe të më bo kampion. Pa qare. Ose nuk e qaj deri sa nuk është në të nivel. Por këto që po thamë, kisha dosh më lidhë, për shembull kur ka qenë kampionati botëror vitin e kaluar, domthon kampionati botëror i ekiporeve ku ka qenë me kualifikime. Na si Kosovë jena kualifiku, kanë qenë vetë 32 shtete më të mira të botës që janë kualifikuar. Na si Kosovë na kon pjesë e saj. Secili shtet në arenë aty kur të lufton përfaqësohet nga 5 garus. Prej 5 garusve 4 kanë qenë të klubit tan. 4 që domethënë kanë ushtruar me për me. Po. Jashtëzakonshëm. Elhami, po du më ndalë të karriera jote, 16 vjet kampion i Kosovës pa ndalë heq. Po, bes dëmon kjo ka qenë qysh prej fëminis, dëmon unë i kom dikon 25 vjet karrierë sportive, më ashtë 25 vjet, po 2 vitet e fundit nuk kam marrë pjesë në kampionatet të Kosovës, kam qenë i koncentruar në kampionatin evropian, edhe dëmon mëna 23 vjetë, 22 vjetë kam qenë 16 vjetë kampion i Kosovës. A 10 vjetë kam qenë kampion në barë kombëtar në këtë kampionatin në barë kombëtar që është të mbajtë sot, edhe kam qenë në kampion balkanik, edhe dëmon medale kryesore jamja që nina krenar gjithë jetën është i 3 e Europës. Se me këta ki përbyll kështu? Për dikon kështu kur t'inglan i 3 e Europës, nështë është si i 3, nështë është e ju duket pak, po ju nuk pak as nuk e besoj se si ju duket me qeni i 3 i Evropës, sepse kur të fitohet diçka si i 3 është goxha e madhe, madje se po shtyhesh me një Evropë. Po, këtu edhe të pos parasysh edhe kushtet, diferencat që i kena me shtetet tjera. Për shembull, kisha dosh me ndonë një eksperiencë, kem qenë në kamp servitor me reprezentacionin e Kazakistanit, kanë qenë Turkisë, plot shtete kanë qenë aty. Edhe kur e shifshin ata se çka hekmin atë derës në orë dhe një garë, ata thoshin ju jeni mi u bë dokumentar. Domthon çka hekni derisa dilni në arenë. Këtë ata çfarë punë kanë, ata e kanë vetëm me menu dëgjuesit, edhe me menu çush kanë vetëm ty në arenë. Na çush kena me shku, çka kena me bë, kena me fjet. Çush domon 100 probleme kena derisa të vim deri te garusi. Apo na tregon pak shumë çush ke puna edhe qysh ke hek derisa ke marrë pjesë në këtë kampionat evropian me pas të arritë me qeni treti, sepse po me shumë problem.
Bes është problemi unë i shot ashtë disa prend, disa garus, disa nxënësa që fillojnë në karate, nuk kanë qëndrueshmëri. Në momentin e parë, ata dojnë mrena mujt më kun kampiona. Është pa mundur. Që më është dashur karrierë 23 vjeçare për më rrit deri këtu, edhe jo karrierë 23 vjeçare ushtrime edhe me pushu. Po e kom cekë në disa intervista tjera bes që marrë ka qenë tjetër sistem. Më është dashur shkolla, më është dashur me shku në zanat, me mësu, me të ka të drejtë nuk ka që kom besu marrët si fëmijë kështu në vete që ka me arrit diçka, a mo asë njerë nuk im nalë. Një ditë e jam një zakonshme konën më që në ora 6 mëngjes, me dalë me vrapu, me kryu shtimet e mëngjesit, e jo 1 kilometër, 2 kilometra, po besam 20 kilometra e kom rapu. 20 kilometra, vetë mëngjes. Tani e kom shku në pishtë pas ta në shkollë, për shkollës dhe në 10:30 e kom pasë në mësimin, 10:40 do është me qenë të puna, të vend punishte ku ku mërë zanat. Unë zakonisht zabotna me dëshuk thëmë që jam i vetë në nxënës që e kom kry shkollën e mesme pa pi kofën pa pak më shkollës. Dhe që Edhe gjimi është në Gjilanit. Do që e kom shfrytzu ka në orën e fundit kështu me ikë pina jo orës që më kanë arsuetu profesorat. Pasaj prej shkollës atë ku kam shku të puna, zakonisht atë është varët që shka qëllu problemi veturës, edhe besëm kena me edhe 7-8, edhe shumicën e kohës asë njerës ku mujtë me shku të sala në ushtrime, po baba jem me disa fungjera, disa gjana, mi ka improvizu disa pajisja të në kap shpistam, edhe atë i kom vazhdu stërvitit. Do më ke vazhdu stërvitit në shpet, që është për gjensën dhe dalë me vrapu, me shku në shkollë, deri në ora 10:30, 10:40 me qenë vend punishte deri në ora 7-8 në punë. Me në mos zanatin, me pas në shtëpi me bos stërvitje. Me bos stërvitje edhe me vazhdu edhe kjo nuk ka qenë një dit as një javë, e bas ka qenë dikon një dekad. Një dekad, 10 vjet pilota ke bot njëjtën gjë. Njëjtën gjë. Tash ka njerë të bëj pytje dhe vetës qëshja kom dalë. Besëm tash më thonën që kjo rukëtim është, që atje e ki suksesin, amo qëto kimi kalu, nuk më kishe minu 5 herë. A zeta mja nisa, mës mja nisa i punet. Se do tash marrë kanë qenë shumë probleme. Për shembull në këtë karrierën tame, besën e kom 4 Europiana, do më në veç 4 herë ku mujtë në morë pjesë kampionat Europian, se kështu t'inglon kur të dhush dikujna ushtoj që 23 vjetë, menon që 23 herë kom dalë në kampionat Europian, one këtë jetën temi kom veç 4 Europiana. Europianin e por kom hup, 2 Europiana tjerë jë mdali 7 Europës, edhe Europianin e 4 t'ju mboj 3 Europës. I 3 Europës. Për në kampionatin dëmon të fundit Europian, kur kom morë pjesë, besën thësha me vetën që adem ka arë momenti, balu bëmo. Besëm jë më koni bindën 100% që kam e morë medalje. Edhe dëmonën... Edhe pësë ka po sportist elitar. Madje e përmendëm duke hynë në studio që ka qenë Agiev, një superfuqi si me vonë Messi edhe Ronaldo në futbol. Që shumë Messi në mes në futbol, ajo është në dëmonë sport në karate, së është plot 10 vjetë, një dekadë kampion Evropë, kampion bote. Dëmonë jëmë përbol me qëta garus që në stop ka najtë na për kampe, na për gara, dëmonë në ashtonë së kom karriera ta qatë gjithë kanë gara. Vlenë me cekë edhe që në kampionat Evropian, të në vitin asë një garë se kom pas, direkt në Evropian kom shku. Ai për shembull çat ton vitin ai ka pas 10 gara, 15 gara. Asnjë garë do mos të marr pjesë. Ton vitin asnjë garë s'ka marr pjesë jashtë shtetit direkt kampionat evropian në shkollë. Është pa më imagjinueshme me mujt më arrit sukses. Plus tjetra në çat kampionat evropian besën se kom pasur një humbje. Po kampionati evropian është marrë në Turqi, në Gaziantep. Edhe Turqia është super fuqi botërore në karate. Edhe ka publik tja zakonshëm, edhe në moni fitova 2 lufta, luftën e tretë e pata me Turkin,
që 2 gara më herë, 2 gara ran, unë qatë turke ku mujtë. Edhe a ke po, gjithmonë unë si thojnë gjenë arsye, po besëm nuk kepshin refera pik. Eshin do disa pik pasta, disa kopja tina që u desh me penalizu që mja hek atë avantajin, edhe pasta kemi me të baraz, po shkoke që aje ka mërë pikën i pari, ka vazhdu në finalje, e unë vazhdova tani me garushtën dhe pasajë. Po, për mes repasajë. Për mes repasajë tani domon kër i kom kalua 2 gjiro tjera për mes repasajët, luftën për medalje kom pas ditën e shtune. Edhe selektorëve ke zënat, kampiona i mirë, qyshi apo një esh mirë, se pitë mërkurës e kom pas përshëm dhe qëtunën. Edhe unë im konë shumë i bindën, edhe e disha që kom hek din qëtë moment. Edhe pse ke pas pa adresi gjatë gjithë kohës. Edhe i dhe isha selektorit, mos u bë marak se me 4 kohë më khonën, ajo është imposhtën, nuk ka shansë me lëshu këtë moment. Edhe ku kështë të cekë për shembull, ka plot garus që sa Evropiana ka mëne, ata kanë luftu për medalje. E nuk kanë, mu më është dhodhon rasti veç njerë me luftu për medalje, a mu e kom ditë që qa kom e këtë rukëtimin tema, s'ka pas shansë me lëshu. Për me dokumentar kështë në vede. Besi shumë punë shumë. E di që kur merë pjesën një garë evropiane, ka dhe shumë gazetar, njerëz në medjave, madje ka dhe për atyre që shikojnë jetën e dikujt që me bo një lloj filmi. A ka qenë dikush të është afru pikrish në ato momente me folë me ty, kur e ke arrit me fitu medaljen e tretë? Unë e kam një problem tjetër që nuk jam asnjëherë nuk kom vrapu pas medjave ose pas publicitetit, edhe pse menoj që kam shumë pick-up qëta se shumica shokëve i të afërmi më kanë thonë që besëm ka njerë kër i shot do intervista, do emisione, pa të keqen, ju rejsh kësë e zë shumë, po do mon kërka heq, ata do më e morin falë, meritat, të që një medalën është në falë, e kanë fitu në bilic, ma krasë një medalën evropiana, vëdin. Unë veç keqë kështë në nërmazveti kur t'i shatë dhe emisione, po absolut që këta e kom pas pick-up që asë njerë nuk kam luftu mas popularitetit, ose mas mos si përfaqës në për media. Nëse dhe vazhdojsh me qenë e kundër ta, mediat me këtu pas të Po, nuk e di, nuk është që kam qenë, esenca ka qenë që unë e kom plotësu vetën me këtë medalje. Do më tash jam okej me vetën tem edhe jam pache. Edhe një sen tjetër është vlen më cek besi, para jam në jim konën për normë olimpike. Në ranglistë botërore jim konën i 29, në ranglistë botërore të karatistave. Edhe do më vazhdojsh veç edhe pak për më fut në zonën e kualifikimit për normë olimpike, ama para unë një punëtor mekanik ose elektricist që kam punu, edhe jëm kunën të luftu për normë olimpike. Edhe do më këtë që të parët që e kom fitu të punëtor, do është mi hargju nujtë qesh në shta. Edhe do më para më kam qenë të luftu për në olimpike edhe prap nuk o që kom pas asë një mbështetje asë një përkraje të nëshme. Qofë institucione vendore, lokale apo që... Përveç për një sen jam tash jem shumë krenar bes. Që nuk ka njëri gjallë që më thot të kom një mund që e ke mor medalën në sen. Se dhe më thonë i vetëm e kom mor medalën kampionat evropian. Pa tjetër mbështetja familjes, pa tjetër baba këta. Po, jashtë ta familjes, asë në njërë nuk më ka një mu për më arrit medaljen evropian. Tash, këtë pjesën i nga krenar që asë dëmonë nuk ka dikës që më thotë shka ki meja, ose shka ki qësana, ose shka ki qësana që e ke morë medaljen. E përmende që përmbushin, do më thonë i e përmbush plotësisht në sportin e karatesme. Po, zakonisht e kina pas edhe një muhabet gjithmonë me këta shukt, se në konë një grup, bes që kina ikë shumë, do më anë për që sigara, besëm tash rasti tjetër, në konë me një garë jashtë, së maj me në Austria po Gjermani, edhe veç një taksi jashtë ta planifikimeve që është dash me bu pi hotelit deri në salë, besëm që atë ditë kom jetë pa drejkë. Dhe më në dash me prit darkën për më ngërbu.
reprezentuesi i Kosovës. Ka qenë ku ka ndodhur kjo? Më shumë gjas në Austri. Në Austri. Po. Domthon vetëm taksit që u pagu jashtë planifikimit që dosh me pagu në garuz vet, po çfarë ditë komet pa drek. Po dosh me prit darkën në ëmbël. Problem. Ditë më ju thon dikujt besoj më duket e pamundshme, ama me të vërtet ka ndodhur shumë gjëra. Po thash sot mëra mujtë si mos fitojnë ndërzohen. Unë tash i bëj pyetje vetes çka kumbo që si ndërzu dhe tash. Tjetra puna peshës, tash jum përmbush basa, vjen një moment kur të bësh do vjet, jo që i vjetër në aspektin normal, po për sport je pak i vjetër se në 22 vjeçar nëse i do të një orë ushtrime në fitness. Besom dhe ty tani do të 2 orë me ushtru për me arrit formën atin. Tani vështirësohen punë, ngushtohen, puna me ushtru ma shumë të ski hapësirë, që vjen një moment që edhe e kumë përmbush vetën me i tretë Evropës. Këtë të eka që ja që e në konë dhej në atë moment, tani e ka vlejtë. Dëmon këtë pjesën tjetër jam shumë i. Tash për tash, që është të bolja me jo? është doktoru, është i pranë doktorimit? Tash dëmon bas jam i tretë Evropës, tash e kom vetëm mbrojtjen e temës diplomës dëmon doktoraturën që mujnë tjetër e përfundoj. Jam profesor, jam trener i reprezentacionit Kosovës, tek seniort, edhe pjesën tjetër jam i lumtur. Pak të një shka po ndohesh i lumtur edhe pse prap është pak. Po, bes. Sa e di ka vështirësi edhe tek pjesa e trenerës sepse nuk është e paguni në rruga fikse, por jeni thuj se vetëm me pjesën e kara, me një pjesë. Po, tash të marët nuk kanë qenë ashtu bes, po gradualisht po shpresojmë edhe po besojmë që kanë më përmirësu kushtet. Tash për momentin rruga fikse nuk kem, po i kem kështu me ditjet, gjatë garave, gjatë kampeve, gjatë ushtrimeve i kem me ditjet, edhe normal besojmë që në të ardhën në bua dhe pagat më regullu gjanat, se problemi është që na duhet pak ma shumë edhe mbështetje institucionale bes, edhe pionës komunës dhe pionës shtetit, se në tash për moment jam thuaj se doktor shkence, jam i tretë Europës, ama nuk kam vend punës në shtetit, po punoj dëmon profesor, në shkollën Don Bosco i përshëndes, se dëmon ata e shuin kualitetin e ju kush kanë e ka të njofshëm qysh e ka, dëmon ata të vlerësojnë, por që ata jam aty, e të shtetit nuk kam vend punës. Po sigurt se tashme kur kemi qenë të këzë lokale tu kanë otru. Po. Vese pjesë e listës asamblejë që më duhet pak sa e kut kjo, sepse njeri me gjitha këto të arritura do të ketë punë, do të jetë në atë nivelin që do të minimu jo vishti pjesës e sportit ati vendit, por edhe vetë vendi me të një muty. Po, bezoq, në tash dëmonën në që jëmë krenarë dhe jëmë i lumdur që kërë bëhet fjallë për sport, ku do që bëhet fjallë për sport, sidomos në komunën tam anaj sen, aty e kam peshen kërësore, e kam peshen shumë pale. Po, mene që tani ja bën vetës pyetjen çka nëse se kishe më kap medaljen. Në gjithë kjo mundi, gjithë kjo kontribut me dekada, do shtë të kish kuhëq. Amo, për që ato ka pas momente bes që këmdosh më të rjek, a vëden se lodhët njeri, e shas po shkan, ka njëre me shalakmi dhe shokve dhe shatë që kjo ato punu kamarjar, bili parët e veta pikal. Dhe shatë që të bujëm të shku në mshel në salë, ka 2 orë ushtranë në bache, mërdhijë, ftaft, dhe shatë që më të bukur gjatë që kjo bili pikal parët e veta. Amo, tash e ka vlejt, dhe mon jam shumë krenar, edhe jam krenar se më ka një mund tjertë. E ma krenar kjo. E la me për të më davo një pyqje, kur kja rritë me fitu medaljen e bronz në Evropian, pas asaj, a të kanë ofru qoftë nga institucionet lokale apo edhe qëndrore edhe qysh ka qenë pritja? Besën për shembull e kam një gjithmonë këmë thonë, edhe thonë për këta trit. Besën tash
unë dashmë nuk jam garus. Po besëm luftoj shumë për garust, se di që çka hekin edhe e di që du më plotësu sa më shumë i pos kushtet bile elementare. Unë them gjithë edhe në takimet që i kam me institucionet, me ketë, ju them që një garus i do të mbështetja gjatë rrugës dhe të medalja. Qatëra i ka nevojë për mbështetjen tonë dhe për gjithçka. Kur ta mri medaljen, besëm s'ka nevojë mos, se vetë një jetë rahat. A di pse u ndola të kjo vjezë? E kompani deklarat fakt të treneri Driton Kuka për mediat të huaja, sepse di që janë shumë të interesuara duke ditë suksesin e judos të vendit tonë që është të mbarë në botën. Deklarata ti ka qenë se do të kishte qenë përmbushur kur do ta kishte arritur të fitonte një medalje olimpike. Kur arriti me ato, dyqysh tha, ma pas ta u duke kesh të ratën në depresion sepse kesh shumë i shprazun, faktis brasun sepse nuk kishte matha, nuk është që mërshën fort as mediat, as dikush tjetër me trajnerin. Për këtë ndolla te këti. Po, e kanë harru Elhamin qoftë komuniteti sportiv i Karatës, qoftë edhe mediatikisht dhe një vend. Unë menaj që komuniteti i Karatës jo, se në momentin e parë që ju kom kaldu që du më të rjek pigarave si sportist, më kanë ofru postin e trenerit edhe kanë ofru dhe më thonën qka do të që ti mund me dhënë kontribut me najt aty. E do mund që kjo është e mira që trenerat e vjetër mos me të luftu. A dhe për me të adhonë hapsirën se ti e ke prejkt atamin vetë, ke luftu vetë në përshtë në gjarët e mdoja edhe mund me dhënë në sana të reja. Sa i përket sportit Karatës, jo, do mund në njëm i këqët, ka qenë në federata tjera në kanë luftu. Po menoj federatën e kalume na kanë luftuar shumë. Pak dhe qatë që edhe do monën na denum për vetë faktit me alon në hapësirën nga rusë tjetër ma denum laun pa bërë së ndë Po veç me liru hapësirën nga rusë tjetër që me morën pjesë në kampionat evropian. Shkaku që ai do mon nuk ke kish ke guximin me garu me vëllaun, su në thësha, dhe në kampionat Kosovës, muje, shka. Qëllë më mirë shka. Po ata zgjellën në njërën tjetër kështu. Po tash na i napet aty. Ata s'janë. Kështu që zakonisht bes nashta e drejta pak vonon, po nuk humb. Ku kështë të thonë nësë jam i përmbushën, se dëshira ja me gjithmonë ka qenë që une edhe një 3-4 garust me të maj që ata që kemë qenë edhe nga për kampionate botërore, që një jam gjithë ka qenë që edhe ta me pos medalje europiane, edhe botërore. Në rrugë shumë mirë janë, po vlau pak e ka pësu dëmoni lëndim ligamentin, ta është në rekuperim, që arrova me të sekcion dëmoni, kam edhe 2 vllazën tjeri, kam karatista. 2 karatista, okej. Dëmona në 3 vllazën jena, të 3 kemë qenë karatista. Edhe në kampionat Kosovës, dëmonën veç një kategori nuk ka qenë e jona, së najna kun 4 e kategori në tesë njerët janë 5. Na për kategori tona kemë qenë kampiona, të 4. 3 vllazni edhe Ndrit Beka, si garusi jam i kemi qenë kampionat Kosovës, vetëm një kategori tjetër ka qenë e shprast për klubit. Qëkës është e përmbushën? Do në të tjera ti në arrit plëtsisht një fitu. Po, dëmonën kam shumë dëshira, plëtsohan kërë edhe ata dëmonë kërëzohen në medalje europiane botërore. Së në Balkanik i kina morë me I kini krejt. Qka pas doktoraturas? Po, unë menoj që me dhonë kënë lëbutin pa tjetër prapë për sportin, menoj që me sportit thash që të sunimin nga këtë garuzë kryesor për me kap medalje se janë medalje, veç me sa se kanë kap, edhe tani shumë që shpërje dhjeta. Për momentin, ato vështërësit kanë kalu bes, ta është në fantazi, po veç e një sen, është që unë besoj kështu shumë zatë. E menoj që gjithmonë ndodhë diçka për një arsye. Edhe gjithmonë për shembull ka njerë kërë këmë thonën që ky ujë është jemi, po pse s'po vjen të honën që të moment. Këmë thonën me vetën që s'ka shansë, kjo është jemi, të honën tash në të më kunë. U besëm tani kërë më ka orë, ma vonë, ka orë me shumë benefite tjera më të mira. E kështu që unë besoj shumë, edhe më pason dikush më herët që ka morë që këtë ditë, unë kur si kisha besu. Tash beso fantazi, tash jenë profesor, doktor,
jam i tretë Evropës, punoj profesor, jam trajner i reprezentacionit edhe këtë dyrë t'i kam hapa. Një pyetje e kam të fundit. E di që në sporte tjera, kur kam pas sportistë nga Kosova për mënyrën se si po i arrin sukseset, ju kanë vetë ofruar e shtetet e tjera. A ka ndodhur që Elhamis, pavarësisht që ke marrë shumë pak pjesë në garat evropiane, duke ditë edhe për sakrificet edhe për problemet e mbështetjes, a ka ndodhur kur ke marrë pjesë me të vetë ofruar ndonjë shtet që me përfaqësuar shtet? Po besi domosdoshmë kanë qenë do trajnera shqiptarë që kanë vepruar domosdoshmë për disa në Amerikë edhe në Gjermani. Besa më kanë ofruar kështu që me shku për klubet e tyre, për më zhvillu të ta e sene, po nështë kanë qenë pak më shumë patriotë se që dëtë. Dhe në asë njerë s'këm dosh me jetu dikun tjetër pas Kosovës. Por që ta jem mundu shumë, kom hek shumë për me qëndru qëto, mi bo kushtet që me qëndru qëto në Kosovë. Me të vërtet asë njerë s'këm dosh me shku jashtë. Dhe më thonë që kjo prej thonjeve që i duhet paka shumë atyre sportistëve që janë me dyshe a me zhjetë Kosovën, a me zhjetë në një vend tjetër. Po ata që për shembull nëse zgjedh një shtat tjetër, okej, ti mund më kon kampion, mund me pas benefite shumë të mëdha, ama mos i ta përfundosh karrierën për të s'ki vlerë mo, se si i shtetit tënde. A këtu në Kosovë ki vështirësi, ki probleme, po nëse e ki suksesin, pastaj e ki respektin pak më ndrysh. Ja me diçka të fundit. Të fundit, unë veç që kisha thonën domon gjithë trive dhe gjithë prindve që janë moshë tretash, që mos me synu fëmija tëve me morë suksesin në mujit. Po veç me pas shumë ndryshmëri që me i nejt gati, më thonë, dush me i nejt gati tasht si kur një lullet vogël, për me pa rezultatin shumë ma vonë. Amo tani kur ta kish rezultat, kur ta shifsh rezultatin ma vonë, e shet që e ka vlet. Ja me faleminderit shumë që gjithë kohën me qenë pjesë e pasdites. Faleminderit. Dhe shpresoj që mos jetë fundit, por tjetë edhe herë të tjera që të kemi, sepse këto janë pak prej atyre që në qifë. Po, bes domon me fol për karrierën e për vështirësitë, për gjanat që ka ndodhen, besëm që ka jashtëzakonisht shumë. Po, faleminderit shumë për ftesën. Dhe që së më shur, ishëm së bashku me Elhamis Shabanin, ndryshe ishtë karatist, 16 vjetëren kampion i Kosovës, plus vendi tretë i Evropës, gjithë që për një sportist nga Kosova ka qenë shumë e vështirë për të arritur, edhe për mënyrën se si ka arritur diçka e jashtëzakonshme, kështu që ne do të shkëputim me, do